Pyetja radhës thotë, nëse jemi në shkollë dhe nuk kemi kohë për ta falur namazin, a bën kaza me fal të namazin e mbetur? Është pyetje që domethënë është dhënë përgjigje shumë herë, po ne respektojmë na dëshirën e këtij djali që është nxënës si duket në shkollat mesme, po edhe fakultet me qenë, po zakonisht ato që janë shkollat mesme i kanë këto probleme pak më të theksuara, nuk ka namaz kaza. Namaz me fal kohën e vet. Gjendu edhe falo. Bën një qarë. Mos bën probleme, mos bën zhurmë, mos u bën nxënës i keq, po ka hapësirë pushim me fal. Merr abdesin me kohë, hin vaktin namazit mes orës edhe orës tjetër, 3 minuta, 4 minuta është 4 rekate namaz drejt me fal ose i qenim mi fal, ki vakt mu fal, e shtron jakën tonë, e shtron sejdën tonë, dhe to është ka kibla Allahu Akbar, i fal 4 rekate pa ardh profesori i landës arshme, pa kuni fal problemi. Ka zgjidhje edhe mundësi sa dush. Shkollat tona ka mirë kuptim prej profesorëve, ka mirë kuptim prej detyrive, ka mirë kuptim prej pastruesve të shkollave, ka mirë kuptim prej nxënësve, ka plot hapësirë për ta kryer namazin pa problem. Ti nxënësi, kushdo koftaj, kur do me vënë sherr ose ndaj budallaki në shkollë, gjen 100 metoda me vë. Ato është për namazin, pas ka problem. S'ka kaza, falen vakt namazin.